elektorale? Zonë elektorale. Po tepër bakti timta. Ne themi 10 dele. Ata janë. Ka edhe lopë në shtera, po me pak se nuk ka stallët më dhonja. Është pas stalla. Nuk ka sa familje ka në fshat? Po fshatet të ka shumë familje, se të timorsh, për shembull ja dere që kanë përballë ne, kanë hik i pjesë, po janë rikthyer prapë. Nuk është se kanë shit vendin, janë rikthyer. Me mundësitë e emigrantëve janë rikthyer. Edhe këtu shkalla ku janë këtu afër, edhe shkalla po rikthehet prapë. Si fshat. Ka Gishtenit, po ka pule bakti timta. Sa familje kanë ngelur në fshat? Të janë diku 60 familje. Shkalla. Patarë. Përësisht. Po të tre lagjet janë diku 800 banorë. 800 banorë. Për momentin. Janë larguar shumë familje kohët e fundit? Janë largu. Shkolla, emigrimi, Shkolla është mbyllur. mundësi ekonomike me thënë që i largot rrit. Mosh 20 vjeç, 25, marrë shkollën e hik. Se s'ka, nuk gjinet vendi punë su këne. Dhe vjerë afrikani si kërkojnë dëshmi penaliteti. Në Afrika, vjerë këtu, ose nga Tajlanda, që vinë të, s'kërkojnë dëshmin. Me qenë shqiptarë, kërkojnë dëshmi penaliteti. Që si hymë punë kërkujt. Po turizmi nuk është i zhvilluar në fshat? Turizmi është i zhvilluar, po më tepër ka zona lartë. Këtu nuk kanë bërë, s'kan pas mundësi me investu. Si po investojë zotëria, nuk kanë pas mundësi të investimit. Kjo është mundësia e vashtë, është që të binë emigrantët, ose që bo lek nga jashtë, investa këtu.